Punonësit e kulturës sot në ora 13 protestuan para gjykatës kushtetuese, të organizuar nga Sindikata e Kulturës, për shkak të shqetësimeve se procedura gjyqësore e lidhur me kontratën kolektive në kulturë mund të çojë në cenimin e të drejtave të fituara të punëtorëve. Pasi në më shumë se një javë më parë protestuan para Ministrisë së Kulturës, tani në një fjalim para punonjësve të mbledhur, përfaqësuesit e Sindikatës së Kulturës theksuan se ndodhen para gjykatës kushtetuese e cila duhet të jetë mburoja e fundit e drejtësisë dhe linja e fundit e mbrojtjes. Sipas Sindikatës së Kulturës, marrëveshja kolektive nuk është privilegj ose shifër në buxhet, por rezultati i negociatave. Sindikata mbron qëndrimin se nëse marrëveshja kolektive bie në gjykatën kushtetuese, kjo nuk do të jetë rast izoluar, por fillimi i rënjes së të gjithë marrëveshjeve kolektive. Nga vetë gjykata, sot u dërgua një njoftim për mediat, ku bëhet ditur se bëhet fjalë për fazën e dytë të procedurës, në të cilën do të vlerësohet kushtetueshmëria dhe lishmëria e kontratës kolektive për kulturën, ndërsa vendimi përfundimtar për aktet e kontestuara ende nuk është marrë.